Krahasimi që bëri Kurti sot, kur thotë që koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar, i krahason bizneset në Kosovë me protestat që bëshin në veri. Absolutisht është një qasje papranueshme dhe është në vazhdën e qasjeve të tilla për këdo që përpiqet të kërkoj realizimin e ndonjë të drejtë, është afërsisht qasje e njëjtë, qoftë me medias, qoftë me sistemin e drejtësisë, do të thonë është ato varet prej rrethanave dhe mënyrës se si i drejtohet. Dhe besoj që është institucionet me thekë të veçantë qeveria duhet të bëjë saktësisht të kundërtën, duhet të ndalin në ndihmë bizneseve, duhet të ndalin në ndihmë qytetarëve. Vendimet e zyrës rregullatorit të energjisë janë të kontestueshme vetëm në gjykatë referencë në 49 ligjit për rregullatorin e energjisë, por natyrisht institucioni që i ka marrë këto vendime mundet edhe me i pezullu, me i rishiku. E në këtë drejtim besoj që një koordinim më i mirë në mes të institucioneve, në këtë rast qeverisë, që të dalë në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, do të mund të ndikonte që eventualisht këto vendime të rishikoheshin nga ana e zyrës së rregullatorit të energjisë, nëse të njëjtat nuk kontestohen nga ana e palëve të afektuar në gjykatë, siç kemi bërë ne me rastin e dorëzimit të padisë dhe kërkesës për masë përkohshme, që natyrisht aktualisht jemi në fazën e pritjes së vendimit për mos aprovimin e masës së përkohshme nga ana e gjykatës themelore, kemi adresuar në gjykatën e apelit. Prandaj qeveria besoj që duhet të bëjë të kundërtën.